sot jemi në ekspozitën e grave me radhën e 8 marsit. Po, kjo është një ekspozitë e cilën ne si qendër kulturore e kemi menduar që ta hapim në kuadër të festas së 8 marsit, pra festa e gruas, dhe ne menduam që personat që do merrnin pjesë, pra artistët, ishin femra. Duke njohur disa prej grave që janë pjesë e shoqatës ish-detarëve, ne menduam që t'i ftonim dhe t'ishin ato pjesë e ekspozitës. Ndërto, kemi artiste që pikturojnë, fotografe, kemi punime të dorës që janë artizanale, dhe gjithashtu edhe poete. Kemi edhe disa libra këtu që kanë përfaqësuar këtë ekspozitë. Pra, ky ishte synimi dhe e gjithë ekspozita e sotme. Mund të thoni diçka për fotografën që merr pjesë në këtë ekspozitë? Për Entelën, patjetër. Entela është shumë e angazhuar me pjesën e fotografisë, gjithmonë është e interesuar ku ndodhen aktivitetet, gjithmonë e shikon me aparatin në dorë nëpër qytet duke shkrepur fotografi. Pak kohë kam që e njoh Entelën, por për aq pak kohë jam shumë e lumtur që kam arritur ta njoh dhe është një person shumë pozitiv dhe gjithashtu artiste në ngritje. I pëlqen fotografia dhe ka me shumë pasion. Dhe ju thatë edhe punime dore, si kuratore, çfarë mendimi keni për këtë ekspozitë të mikse të themi? Është një ekspozitë mikse, po të mendojmë për pjesën e punimeve të dorës apo të librave, nuk është shumë pjesë e idesë të galerisë apo të ekspozitës, por meqense ne si institucioni përfshijmë të gjitha këto fusha, që është letërsia dhe arti, e menduam të arsyeshme që pjesë të ekspozitës të vendosnim ose të merrni pjesë edhe poete, meqense janë femra dhe janë femra që na krenojnë në çdo fushë dhe i vlerësojmë shumë për atë që janë. Atëherë mund të thoni një mesazh për rastin e 7 marsit, 8 marsit? Po, 7 marsi patjetër, por fokusion meqense ishte vetëm 8 marsi, sigurisht edhe 7 marsi për mësueset, por mesazhi që ne kemi dashur të japim dhe me ekspozitën tonë është që më shumë femra dhe gra dhe vajza të marrin të futen tek pjesa e artit, të përfshihen dhe të shprehin talentin dhe pasionin e tyre. Pse jo, ndoshta mund të keni talent të fshehur dhe mos ta mbajnë atë dëshirën apo pasionin apo artisten brenda vetes. Gjithmonë ta shprehin dhe mund të gjejmë një talent brenda tyre dhe e ekspozojmë në ekspozitën tonë. Faleminderit.